Sot nuk është e hënë. Sot nuk është e hënë. E publikut po të Shqipërisë që luan sipas thashë themeve me Andorrën. Ne jemi këtu për t'ju folur për gjëra të bukura dhe për mbi prodhimin, ne të dy. Jo, sipas teje, nga këto që dëgjon, kush është më publik? Unë desha të thoja publiku jon, ky është i publik që unë mendoj e meriton që të shohë jo vetëm ndeshje futbolli, por edhe ndeshje sumoje. Të cilat unë mendoj që janë shumë më garuese dhe konkurruese se që janë ndeshjet e futbollit. Pra unë do preferoja të isha tifoz sumoje, që të isha sinqert. Aty është 1 kundër 1. Bum. Tule këtej, domethënë. Ajo është sfida sot. Jo po balet, do në hidhu sipër kërcek kështu, do në kapërceje tjetrin. Mbi prodhim në Fier po thoya Blerina. Namizi. Lule shtrydhja piqet për 3 ditë. Jemi ke lajmet e mira. Po, më në fund do japim sa lajme të mira. Sa i duhet zakonisht për të pjekur? Po kjo kur është shartuar me marijuanë, bëhet shpejt. Bëhet dhe gjatë, po, hedh 7, po. Lule shtrydha pas ka bërë namin, domethënë, por tash i brenda këtij lajmi të mirë ka edhe një kështu pjesë që lajmi që nuk është fare bardh, ka edhe pjesë ka edhe njolla brenda lajmit. Të tipet për shembull që ka rënë çmimi duke shkaktuar dëme financiare. I Lule Shtrydhës. Por letrim ke lajmi mirë që Lule Shtrydha ka plasur në Fier. Mua më pëlqen ka që ndërkohë që i ham frytin, i pim edhe gjethet. Po. Shpresoj unë domethënë, tjetër kështu kam dëgjuar Blerina, mos e bëni në shtëpi. Pra këto gjëra që dëgjoni këtu në radio. Mexico City ka ndaluar luftën e demave, më duket një lajm shumë i mirë, më në fund mund të shkojnë në Mexico City sepse kam një listë të zezë, si Madridi për shembull, ku nuk shkoj vetëm për shkak të ndeshjeve me dema. Okej. Kështu që mezi pres kur e heqin kur e ndalojnë atë ndeshjen me dema dhe them më mirë. U fu dhe iku nga lista zezë dhe hyri dhe lista verdh. Qofse të kanë ngrënë meraku për këta astronautët e NASA-s që u bë një mushkonjë kanë ngrënë në gjithë të sezoni. U bë namizi kryesisht në Amerikë për astronautët që nuk po ktheheshin dosë, kishin pasur një defekte të tjera. Vajte i tërhoqin i kthyen shëndoshë mirë, 9 muaj në hapësirë. Mund të kishin bërë dhe fëmijë dhe do i kishin kthyer me tash i do thuar që jo të gjithë për të mos thënë asnjëri s'kishte mundësi të shumohej aty. Të riprodhohej. Po nuk i tjetër, në hapësirë në kushte të tjera atmosferike. Këta janë justifikimet. Kemi një 93 vjeçare indiane që ka fituar 3 medalje ari në kampionatin e atletikës. Po, për moshën e vet kupton. Shumë e mira. Po. Ndërkohë që shkencëtarët kanë vendosur të marrin macet shumë seriozisht. Po ndërtojnë një databazë për të kuptuar pse sillen macet si mace. Shkencëtar që nuk kanë asgjë tjetër për të bërë. Blerina, disa njerëz ka që duan sillen si mace. Që duan macen më shumë se ç'duan komshiun? Po. Kanë zbuluar, kanë gjetur edhe një specie lepuri që ishte menduar për e zhdukur para 120 vjetësh, e pas kanë zbuluar, thjesht ishte fshehur. Ishte fshehur prej nesh. Doli. Kaq kishom Blerina, mund të thosha edhe kam edhe një furgon me dush që shkon dhe ndihmon pas trejet. Jo, në Birmingham që të lahen, qofse do të dish don për këtë. Un kam një lajm, po nuk, jo. Furgon. Jo. Un kam një lajm që më duk si lajm i mirë. Vjen nga Italia, një mësuese e arsimit fillor ka dashur të lër punën si mësuese dhe të regjistrohet dhe të jetë pra aktore në faqen e famshme për të rritur OnlyFans, e ke parasysh për çfarë flas? Ky është jo thjesht një lajm i mirë, do të na dhe 3 lajme të mira brenda një. E para që kjo iku nga sistemi arsimor. 1. E dyta që në OnlyFans shtohet një arsye më shumë pse të regjistrohemi. Eksakt. Po. Do thuash ti tani? Dhe treta, nëse kjo është shqiptare, jo. Jo, italiane ishte. Mirë. Po raca jonë që ka. Çfarë i kërkojnë klientët asaj tani? E pyesin si e kam djalin me mësime. Po me kontrollon çik detyrat e djalit. Çfarë po bëni dashur? Po çaton me një vajzë për të rritur? Jo, shpirt po e pyes si e kam djalin me mësime. Po. I vetëm problem është nëse djali vendos të shkojë vetë të konsultohet me zyshën. Është i arsimit fillor. Po nuk ka limit moshe, dashuria nuk nje.
le t'i lëm këto gjëra. Le të flasim për elefantin në dhomë. A ke vëre një fandaksi të shqiptarëve mas serialit Adolescence në Netflix? Të ka rënë rasti? Jo, e kam parë Nga gjitha anët rrethohem nga njerëz që duan edhe në kafe të ulen dhe diskutojnë për këtë serial. Nuk e kam parë. Do i lëm vetes një javë, do i lëm Shqipërisë një javë kohë të zbrazet. Jam dakord. Që të flasim dhe ne për atë? Jam dakord. Unë një fjali kam për thënë, po thash, ta them masi të zbrazen të gjithë. Se më ta ruaj plumbin. Po e ke parti? Nuk refuzoj të përgjigjem, se nuk dua të të vë as ty as veten në siklet. Dakord. Blerina. Ti e ke parasysh një farë Lucio Battisti në Itali? Ka qenë dikur dhe vazhdon të jetë. Unë mendoja, me ato paraqykimet e mia, do të thënë ksenofobe të tjerë, që nuk më pëlqejnë shumë këngët greke, se kisha një gjë, po më beziste pa greqisht e tjerë. Ja problemet e mia personale, nuk janë të greqishtes. Po, le të ndajmë së bashku. Por dëgjova një këngë të Lucio Battisti të dëgjuar në greqisht, po. S'ka mundësi. Dhe këtu ti ke shansin të kuptosh, është muzika apo gjua që të bezdis. Por e kemi si gjithmonë është s'po më kujtohet tani kënga në italisht, po do të kujtohet më njëherë. Printo Telos. Nuk e di nëse e shqiptova mirë, po është Vasilis. Më duket se është I Giardini di Marzo, por nuk di ta them, nëse është ajo apo jo. Me që ja dim të tekstin italisht. Mbas një bloku të shkurtër publicitar, të dëgjojmë këtë këngë italiane të famshme me një zë edhe një gjuhë greke.